Muhamedi alayhi salatu wassalam bënte lutje shumë. Lutej te Allahu subhanahu wa taala shumë. Bënte dua. Dhe duat e tij ishin të ndryshme. Laraman. Dhe prej duave të cilat pejgamberi alayhi salatu wassalam i bënte çfarë ishte? Ishte që përveç përmbajtjes ta mëson dhe ta edukon lutsin. Ta edukon edhe me rrethanën e jashtme. Para se me ngrit durt, ta dish se me kanë ki punë. O me kia me Allahu subhanahu wa taala. Andaj ta mësosh edepin me Zotin tan, edepin e lutjes. Jo rastisht kapitulli i vendosur nga Imam Buhariu si është kapitulli atij i cili nuk i lutet Allahut, Allahu i dhënohet me ta. Dhe kjo është kapitulli i edukatës. Nuk ka mundësi ti me trajtu Zotin që i trajton të tjerët. Nuk mundesh ti me Zotin tan që ban me të tjerët, sepse me Allahun rapoti është shumë i ndjeshëm. Ma Allahu subhanahu wa taala xhelle xhelalu e ka krijuar robën që ti bindet Zotit ma subhanahu wa taala. Andaj përveç përmbajtjeve të lutjeve ne duhet ta kryejmë dhe realizojmë edhe edepin me e lutjes. Çish po lutemi, çish po sillemi me Zotin e Madh te bareke ve teala. Andaj Imam Buhariu çfarë solli? E solli një herë kapitullin e duave ku sicilit pi juve i pranohet duaja. Me një kusht. Cila është kushti? Mos të ketë ta gjuna, mos ketë ndërprerje të lidhjeve farefisnore dhe mos zgutet. Që to janë kushtet e pranimit të duas në përmbajtje. Në përmbajtje. Pastaj çfarë tha? Mos ngutet. Dhe kur njeriu ngutet, edhe e le. Ban dua, nuk e gjen xhevapin. Çfarë bam? Pastaj e kaplon përtasia. E kur e kaplon përtasia, pastaj bën tjetër mëkat. Andaj ka sjell kapitullin e radhës, kapitulli i kërkimit të mbrojtjes drejt Allahut, prej Allahut nga përtasia. Andaj ka të sjell hadithin e Imam Buhariu nga Abu Huraira radhiyallahu an, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wal maghram. O Allah, kërkoj mbrojtjen tënde nga përtasia. Çka është përtasia të nderuar xhamat? Përtasia është kur keti ki po se ban. Ç'kjo përtasia? Kesel është kjo. Ti kreti ki. Ke kreti kije. Apo? Ama nuk e ban. Ti mes fitimit edhe mos fitimit të vesh një shkronj. Gjuhën e arabëve me fitu i thënë kesb, me b, kesebe, me fitu. Më ull, mos me lëviz, mos me ba asë një angazhimi, thënë kesel. Mes fitimit dhe mos fitimit cila veç më quti. Që më lëviz? A dhe për nga me se më kërkon të mbrojtje për Allahot. O Allah, ruëm nga përtacia. Çka është përtacia? Përtacia është që ti mundesh me bë, po s'po do. I përtacën vetë veti. Dhe ka mundësi me kanë pa aftësia për jashtë. A për aftësia për jashtë i s'kin ta ndorë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam donte mi bë këtë botën musliman. Po kjo është e jashtme, s'kin ndorë këtu. S'kin ndorë kur gjë. Ti mundesh me udhëzu njërin, me i dhon fjalë të mira, me i dhon nasihat. Ama a shkon ajo fjalë të zemra e tij nuk jeti përgjegjës. Për këtë arsye kërkon të mbrojtë Muhamedi alayhi salatu wassalam nga përtacia, që mos jetë përtacia sebeb i mos vjeljes së shumë prej frutave. Sa prej neve të ndërum xhamat, një numër i madh i dëshime janë i përtacisë. Pse s'ke mësu përtac? Pse s'punon përtac? Pse s'bën dua përtac? Pse nuk falesh priton? Sa njerë priton thot, pritoj valla. Priton, xhenem do me i për pritesë. Në xhenemin e Zotit do me i për pritesë. A do të me pas shumë kujdes të ndërum xhamat. Ti tutmi Allahu subhanahu wa taala dhe mos jemi përtac me adhurime. Kërkon mbrojtje për Allah, thuaj o Allah çdo ditë, çdo sabah. O Allah, ruajmë për përtacisë. Kërkon mbrojtje. Shpesh plot me njerëzve mendojnë se shumë arritje janë bash kaku i kudretit njerit, jo të ndërum xhamat. Shumë prej njerëzve ja arrin me dua. Lutet. I fortja ka sos punën, i madhja ka sos punën. E ti veç gabimin ku e ke bë, se s'ke bë dua. Mos u mbështet forcat e tua. Mbështetu te Allahu subhanahu wa taala. Mbështetu te Allahu subhanahu wa taala. Andaj pas kapitullit të përtacisë, çfarë solli Imam Buhariu? Tha, nëse zgutesh, nëse s'ki përtaci, e pas lutesh, atëherë tash kemi një problem shumë serioz. Cili është ajo? Ai i cili nuk lutet, i dhënohet Allah. Ka kudrat ki po. Dembel nuk je. Nevoj ki. E din që du të me lutë Allah. Pse s'pe lutë? Pse s'po falësh? Pse s'pi ban adhurimet? Ha? Mos interesi. Ha? E aradi, këthimi shpinës. Si të umor me këtë punë. E kur s'mirësh me këtë punë, i dhënohet Allah subhanahu wa ta'ala. I dhënohet Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse profesori i dhënohet pse ti si ban të tirat, nëse prindi i dhënohet pse ti s'ke mësue, i thuv Allah, as nuk bona keq. E keni pa plot për një thot, unë e keq kur gjo nuk jam të bo. Po nëse njani për nxansave shkon në shkollë,
edhe rri si plep gjithë ditën në bankë. Veç ullet ati, kur kanë se ngucë. Apo, as bandetira, as mëson, as kur gjo. Edhe në funar që thotë, valla kërkan se kam ngucë, as i kam bo keq kërkujna. Po detira që ki boti. Ajo për të cilën ti e gjenë në shkollë, nuk ka që ajo ti ke arë për me mësu në shkollë. Andaj, shta për njësë vërë që do, po kur gjave s'ku mba une. Po kur gjave s'ki ba, po qatë qka du të me ba se ki ba. Ti për adhurim ke ardhë dunja, adhurimin se kije. Ti për mu lut ke ardhë dunja, lutin se kije. Andaj edhe nëse s'ki ba, sa prej punve je ki ba, atë qka duhet jo. Andaj, le ti shoshisim prioritetet tona, se qka është ma parësore se sa tjetra. Ta për nga mbira a.s. Kush nuk i lutët Allahut, Allah i dhnohet. Sepse mos lutja drejtuar Allahut subhanahu wa taala argumenton për mos interesimin tan, kthimin e shpinës dhe shfaqjes si zëngin ndaj Zotit xhelel xhelalu, apo dhe e treta cila është mos realizimi i qëllimit krijimit. Mos realizimi i qëllimit krijimit. Ti je komplet i shkoçit dhe i kputëm pi asaj për të cilën ti dush me jetue. Sa për njerëzve të ndërum xhamat sot që jetojmë kohën e teknikës, pasuri e madhe, komunikimi shpesht, me 500 veta komunikon në një sekundit. Sa njeri, kush s'ka vetur sot, me përjashtimet vogla, kush nuk i ka të mirat e Zotit subhanahu wa taala. A janë të lumtur njerëzit? Jo, si jemi të këqt pi asaj, pi asaj çka duhet. Ja, telefoni kur fardobi e s'ka nëse ti nuk di me lidh me rrjet. Nuk funksionon, është një tull. Por mos me kanë tull, du të me lidh me rrjet. Insanin jep ja krejt, këput e pi Allahit, kur që s'duhet? Kur që një trup? Një trup është. Andaj, nëse njeriu t'ja merr menën, ja merr veshin, ja merr shinin, ja merr gojën, çka ka dobi pi atina? Kur që? Është insan, apo i vdekur klinikisht. E të vdekt klinikisht janë ata njerëz të cilët nuk janë lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Andaj Imam Buhariu ka sjellë kapitull për ta vërtetuar se lutja drejtuar Allahut subhanahu wa taala nuk është luks. Njëri thotë, ani tamam, kam u lut, kur të mbere mu lut? Jo, patjetër mu lut. Patjetër mu lut, namaz jo lutje, patjetër mu lut. Sepse nuk vërtetohet robëria ndaj Zotit pos me lutje. Pastaj vazhdon Imam Buhariu për të sjell kapitull se si ndikon duaja në mbarvajtjen e njeriu, në udhëzimin e njeriu, në largimin e sherrit nga njeriu, se shumë sherrë ka në dunja. Mirpo njeriu i largon ato me dua, duke lutë Allahu subhanahu wa taala. Do ta shohim pastaj hadith për hadithi me izin Allahu subhanahu wa taala. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Allahu na bën prej atyre të cilët i lutemi Allahut, prej atyre të cilët vazhdimisht i përgjorohen Allahut, vazhdimisht i bëjnë namaz Allahu subhanahu wa taala, i kryjm farzët e tona, sunetet e tona, nafilet e tona. Lutim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelel xhelalu ti bën kabull veprat e tona, ti bën kabull namazet e tona. Ta bën Allahu subhanahu wa taala prej atyre të cilët jetojnë me Islam, mbushën zemrat me iman. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu gjithmonë na jep ambicie për ta mësuar fen, për ta lexuar Kur'anin, për ta mësuar hadithin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe në krye të kësajna ta zbatojna ata çka e dina prej fesë Allahu subhanahu wa taala. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelal në këtë ditë xumaje, ditë të madhe, Allahu kudo që janë musliman, Allahu të ndihmon. Allahu t'i përkra skamnorët, nevojtarët, bunjakët, jetimat, të varfërit, pleqt dhe plakat, sidomos vëzrit ton që janë në skamje, janë në luftra, janë në gazepe, në siklete. Allahu t'i mëshiron, Allahu t'i përkra, Allahu t'i mbron. E ata që bojnë zullum, e ata që bojnë krimin e tokë, dhe ata që bojnë shregullimin e tokë, lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu t'i ban ibret për këtë njerëzimin, që Allahu t'i shpartallon ndërmes veti, ya rabbal alamin.